kisha pas dëshirë një koment me dhon se çdo ditë kon kjo Halloweeni, apo don? E ki profesori i Prishtinës Blerim Latifi e kishte dhënë një mesazh ku plot pastaj do të tjerë kolegë kishin thonë aube shumë i mendshëm, shumë porosit mirë pas ka thonë Halloweeni dhe dokrat e imamëve. Profesor Blerim Latifi. E pash një imam vehabist duke folur kundër Halloweenit, si një fest me përmbajtje tmerruese për fëmijët. Këtij tipit do t'i thoja, ti gjithkohon këso përmbajtjesh predikon duke u ambushur trurin të rriturve e për më keq edhe fëmijëve me dokra absurde, mbi natën e parë të varrit, e gropat e zjarrta të ferit, horrori i Halloweenit në raport me horrorin tënd është zero. Ti e quan Halloweenin tmerr për fëmijët, por e ke parë veten, ti bën që fëmijët të rriten me imazhin e varrit në mendje. Ç'veprim makabër. Horrori yt nuk zgjat një natë, por jetën. Halloweeni është një ritual i pafajshëm i kulturës popullore që sublimon frikën përmes lojës, maskës dhe fantazisë, ndërkaq predikimi vehabist për gropat e ferit dhe dënimet e varrit është një mit brutal që nuk shërben për të lehtësuar frikën, por për të ushqyer atë si mjet kontroll politik e social. Profesor Blerim Latifi. Demagogji e pasër, si zakonisht domethënë njerëzit e këtillë që kanë urrëtie patologjike ndaj islamit mundohen me gjitha mënyrat do thot me kundërshtu, këta janë njerëz do thot as mish as peshk. Kur në pyetje krishterizmi bon krishter, kur në pyetje paganizmi bon pagan, veç çdo që është kundërshtim me islamin. Realisht qëndrimi i islamit në lidhje me festat jo islame në përgjithësi, Halloweenin në veçanti, është tamam përputhje me rekomandimet e psikologëve dhe psikiatrëve modern në raport me fëmijët. Krahasimi është i pavend, domethënë Kurani dhe Suneti nuk ka kësi lloj skena të mërshme, domethënë vizuale sikur se prezantohen me Halloweenin. E dyta do thotë skenat e xhenetit dhe xhenemit që përmenden në Kur'an dhe në hadithet profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë domethënë fjalë të cilat i ndëgjon i rrituri dhe i formulon në mendjen e tij i pjekuri. Kurse këto janë skena, domethënë vizuale, dhe këto është dallimi. Pse Halloweeni është problematik, sepse skenat janë vizuale që edhe fëmia më i vogël e kupton tmerrin, lemerin nga ajo që ofron Halloweeni. Kurse citatet kuranore edhe pejgamberike janë fjalë, të cilat nuk kanë mundësi me marr formë vizuale, po i ndëgjon njeriu i pjekur dhe i kupton ato edhe normalisht pastaj e merr efektin pozitiv në edukimin e tij. Kjo është një. E dyta, rregulli i edukimit islam të fëmijëve nuk është më u fol për xhenet dhe xhenem fëmijëve. Edhe asnjë ligjërues musliman nuk u flet fëmijëve për xhenet për xhenem. Përkundazi u flet për obligimet e tyre në nivelin e perceptimit dhe vetdijes që kanë ata. Siç është njohja e krijuesit vet nëpërmes krijimit të qiellit dhe tokës që ai i shef edhe vetvetes së tij dhe njohja e obligimeve parsorë që kanë ndaj madhnisë së tij, që është shprehja e mirënjohjes dhe falëndrimit dhe për uljes para tij për këtë të mira dhe të që ka dhënë Allahu i Madhëshëm. Tjerat janë faza që vinë më vonë. Edhe njëherë po theksoj se ato janë do thotë citate kuranore që kanë të bëjnë me mendjen e njeriu të pjekur. Edhe njeriu i pjekur do thotë nuk trishtohet për skenave që i shef apo i fantazon, sikurse ka mundësi mu frikësu fëmia. Pra çka them, krahasimi është banal, është i pavend, mirë, po normalisht në këto situata kur thellësia filozofike te profesorët e filozofisë është e cekët, do thotë nuk mundesh me prit me pas edhe krahasime të komplikuar filozofike që e ke vështirë për mi deshifruar ato. Realisht edhe kjo e dyta është se përhapja e këtij lloji shkrimit, si një lloj përkrahase, dhënia e një pëlqimit këtij shkrimit edhe përhapja e këtij shkrimit nga figura ndryshme, këtë rast edhe priftër krishterë, domthonë është një lloj hipokrizie në vete, sepse edhe në krishterizëm këto fesa janë ndaluar se janë fesa pagane. Po të tjera do thotë janë problematike sepse janë ata hipokrizia tyre del shesh kur ata do thotë çdo festë islame që ka edhe kuptim edukativ shumë pozitiv e kundërshtojnë edhe kritikojnë, këto festat më të vrazhda edhe vizualisht, po edhe në përshtypje edhe në përmbajtje i përkrahin. Që tregon domosdoshmë se nuk janë parimora të analizat e veta. Dhe kjo është pjesë e asaj lufte që Kurani i Madhëshëm ka treguar mes vërtetës edhe të kotës. Ai vazhdon me luftu kundër të vërtetës dhe me promovu çdo të kotë, edhe pse ai nuk është e tij, nuk është parimi i tij, nuk është besimi i tij, nuk është tradicional tek ai, mirë po ai ka me mbrojt atë vetëm se
do thot e kundërshton feja islame. Kjo është punë e inatit, nuk ka vlerë domethënë filozofike as pak edhe tendenca është me paraqit që xhenemi noteve po ekziston noteve. Po jo, ajo është mirë po tash flasim për fëmijët e krahasimin, se po ndryshe kur tham përshkrimi i xhenetit dhe xhenemit që bën Kur'ani dhe Suneti i flet mendjes së njerëzit. Edhe tani fantazma e mendjes së njerëzit është më e begatshme se sa për shemb përshkrimi vizual i Halloweenit nëpërmes shtrigave, domethënë edhe horrorit apo. Se ti si njeri domethënë kur lexon për xhenetin edhe begatitë e veta dhe për xhenemin në fantazinë tonë ti din me bëu diçka që është më e madhe se ajo që e paraqesin atë me Halloweenin. Edhe normalisht këto janë masa edukative që nëpërmes xhenetit e josh besimtarin për të bërë vepra të mira, dhe nëpërmes xhenemit e pengon njeriu me vepra të këqija, dhe kjo është pjesë e pandarë e besimit islam. E tash ti e pranon është puna jote. Ama krahasimin e kishë qëllimin është shumë banal dhe nuk qëndron as pak sepse dallon kujt i drejtohet Kur'ani dhe çfarë moshe fillon njeriu me pas obligime ndaj fesë edhe ajo që ofron sot domethënë industria e kinematografisë ose kulturave të huaja që ja imponojnë shoqërive të ndryshme në botë nëpërmes filmave vizatimor, nëpërmes rrobave të ndryshme, nëpërmes reklamave të ndryshme, thjesht me promovu kulturë nga e cila kanë përfitime ekonomike dhe të cilat pastaj kanë pasoja psiqike të fëmijët dhe këtë nuk e kemi thonë na musliman, por kanë thonë vetë studiuesit jo musliman në perëndim. Ti jopi vul këtij muhabetit. Pa besimtari, jo muslimani, natën e varrit do ta ketë të mërshëm. Sigurisht. Horrorin çka po e cekin këto, horrori më i madh asgjë s'është, çka do të jetë natë e varrit. Me para mendu është asgjë krahasim me atë që i pret ata. Edhe xhenemit po. Po, për shkak të mosbesimit tyre dhe qëndrimit agresiv ndaj besimit. Normalisht ata do jenë viktime asaj që kanë mbjell vet. Absolutisht. Dhe korrin atë që kanë mbjell vet.